Kryeministri Rama garanton se procesi i negociatave të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ka asnjë ngadalësim. Në një takim me studentët, Rama tha se perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është më i madh se sa ai është në realitet. Njoftimi i ambasadës amerikane që apelonte për kujdes nga sulmet të lidhura me Iranin shkakton debate në kuvend. Opozita kërkoi të mblidhej Këshilli i Sigurimit Kombëtar, por shumica tha se siguria është e garantuar, reagon edhe presidenti Begaj. Donald Trump deklaron se ushtria amerikane pothuajse i ka arritur qëllimet e saj në Iran, por shtoi se 2-3 javët e ardhshme do të sulmonin fort. Deklaratat e tij kontradiktore kanë vënë tregjet në pasiguri dhe çmimi i naftës pësoi sërish rritje. Ekonomia shqiptare vijon rritjen, por Banka e Shqipërisë vëren se rreziqet nga jashtë, sidomos lufta dhe çmimi i naftës mbeten kërcënimi kryesor. Banka Qendrore sqaron se në bazë të zhvillimeve do të ndërhyjë edhe në normën bazë të interesit. Disa ndryshime në ligj do t'u japin mundësinë qytetarëve të kërkojnë dëmshpërblim për problemet shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e ajrit. Drafti parashikon shtrirje të monitorimit edhe në zonat rurale dhe përcaktimin e shkaqeve të ndotjes. Nisi me sukses misioni hapësinor i NASA-s që do të çojë rreth të hënës dhe do të kthejë mbrapsht 4 astronautë. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, misioni Artemis 2 do të përmbyllet brenda 10 ditësh. Ky është misioni i parë i NASA-s në hënë pas gjysmë shekulli. Përshëndetje të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klane. Do të jemi së bashku me zhvillimet më të fundit deri më tani. Flasim së pari për kryeministrin Edi Rama, i cili garanton se procesi i negociatave të pranimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk ka pësuar asnjë ngadalësim. Në një takim me studentët, Rama tha se perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është më i madh se sa ai është në realitet. Procesi i negociatave nuk është ngadalësuar, të garanci që duket si një përgjigje për opozitën që deklaron që jo vetëm ka ngadalësim, por ka një bllokim të procesit për Shqipërinë. Kryeministri dha gjatë një bashkëbisedimi me studentë të Universitetit të Tiranës. Aktualisht nuk jemi në kushtet kur ka ngadalësim. Kryeministri shpjegoi se ngadalësimi ndodh nëse plotësohen dy kushte që aktualisht asnjëri prej tyre, thot ai me siguri, nuk është fare në diskutim, as në Tiranë dhe as në Bruksel. Që të ngadalësohet, duhet ndodhin dy gjëra, ose vendi që do të shkoj atje fillon bën gabime, vendoset në një pozicion jo të favorshëm, komisioni fillon dhe ngre rezerva, ose politika e një vendi ose një vendi tjetër ngre rezerva. Sot ne nuk jemi në këto kushte. E rëndësishme është që ne të mos bëhemi sebeb që mbyllet dera, dhe ne nuk do bëhemi sebeb që mbyllet dera. Kush deklaron të kundërtën, sipas Edi Ramës, kërkon të bëj politikë për të përfituar. Kush ju thot diçka tjetër, ju tregon një prallë, ose se do t'ju gënjej, ose se do që ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, po jo me ne do ta çojë vetë. Edhe korrupsioni, sipas kryeministrit, është më shumë perceptim se realitet dhe dëshmi e gjallë thot se është dhe ai vet. Mjegullohet perceptimi i njerëzve që dëgjojnë gjatë gjithë kohës korrupsion. Edhe faktet e drejtësisë janë shumë ndryshe. 85% e çështjeve të spagut i përkasin mandatit të parë. Kjo tregon që rastet kanë ardhur duke u bërë më pak e më pak, jo më shumë e më shumë. Imagjino sa keni dëgjuar ju për mua. Sigur çerekun atyre që keni dëgjuar të besonit, ju s'duhet të rini fare këtu në sallë se mund t'ju ndodhte në gjë të mëshme. Gjithsesi, sipas kreut të qeverisë, korrupsioni është një plagë që edhe në Europë ku duam të antarësohemi, ende është e hapur. Po të shikoni raportet e vendeve të Bashkimit Evropian për parat që i ka gëlltitur korrupsioni, janë shumë të mëdha. Dikush thoshte në Ballkan korrupsioni është artizanal, në Europë është industrial. Bashkëbisedimi zgjati më shumë se 100 minuta, që për kryeministrin, i cili është mësuar të flas gjatë, ishte më se normale, por jo për të gjithë studentët që ju duhet të punonin me përqendrimin për t'u përgjigjur saktë pyetjeve që Rama ju drejtoi. Pse po qesh? Isha i lumtur për negociatat që do hapen. Negociatat janë hapur. Kjo tregon që se ke pas menin. Se do mbyllen pra. Qa hapet për të mbyllur, nuk hapet për të hapur, e kupton?
Njoftimi i ambasadës amerikane që apelonte për kujdes pasi grupe të lidhura me Iranin mund të synonin shtetas amerikan apo vende publike ka shkaktuar debate në satësën e sotme të kuvendit. Ndjekim kronikën. Paralajmërimi i ambasadës amerikane në Tiranë drejtuar shtetasve të saj për të patur kujdes në mënyrë që të mos bien prej sulmeve të mundshme nga Irani në Shqipëri u bë objekt debatesh në parlament. Të kesh Iranit në raport me Shqipërinë. Opozita mendon se qeveria nuk po e merr seriozisht këtë deklaratë që paralajmëron rrezik për sigurinë kombëtare. Përpjekjet për të diskredituar informacionin zyrtar të Shtetit Bashkuara të Amerikës si hamendësim e bën Shqipërinë qesharake në rastin më të mirë. Demokratët kërkojnë thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë nga kreu i shtetit si dhe paraqitjen e kryeministrit përpara parlamentit për të dhënë shpjegime mbi seriozitetin e sulmeve, si dhe masat e marra nga qeveria. Ne kërkojmë që kryeministri të paraqitet menjëherë në seancë plenare dhe t'jap shpjegime pse e cilësoi hamendësim paralajmërimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës, a ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Por ministrat dhe kreu i grupit parlamentar socialist në 1Z deklarojnë se thirrja e ambasadës për kujdes të shtuar është një standard që selit diplomatike amerikane ndjekin në çdo vend në mënyrë të përditshme që prej nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Ambasada ka bërë deklaratën e saj për puthje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë. Vlerësimi që kemi sot është që nuk ka absolutisht asnjë arsye për të qenë të alarmuar. Një njoftim rutin. Jemi shumë krenar që në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një deklaratë ku për turpin tuaj nuk morët pjesë dhe pastaj për turpin tuaj dolet dhe Partia Demokratike i shpall luftë Iranit, lërin e teatrat, por bëni atë që duhet bëjë çdo politikan i përgjegjshëm dhe çdo përfaqësues i përgjegjshëm. Ministri i Brendshëm njoftoi se ka patur një komunikim direkt me ambasadën amerikane nga strukturat antiterror dhe nuk rezulton asnjë informacion konkret për sulme të mundshme. Me përgjegjësi të plot, konfirmoj se nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Në njoftimin e saj, ambasada amerikane në Tiranë në rrjetet sociale ju bëri thirrje shtetasve amerikan të jenë vigjilent, pasi Irani mund të shënjestrojë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente opozitës iraniane në Shqipëri. Të sulme, thuhet në njoftim, mund të synojnë vende turistike, qendra tregtare, hotele, klabe dhe restorante. Ndërkohë, lidhur me kërkesën e opozitës për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar pas njoftimit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka reaguar edhe presidenti i Republikës. Sipas zyrës së shtypit të kreut të shtetit, Këshilli është organ këshillimor dhe jo vendimmarrës. Gjithsesi, presidenti lajmëron se është në kontakt të përditshëm me institucionet e këtij këshilli dhe informohet prej tyre për çdo situatë dhe skenar, si dhe për të gjitha masat që merren në kuadër të protokolleve të sigurisë. Në njoftim thuhet se presidenti i Republikës ka konstatuar se të gjitha institucionet relevante janë vigjilente dhe në ndjekje të plotë të situatës. Mekanizmat ekzekutiv të sigurisë janë aktiv dhe funksional, thuhet në njoftimin e presidencës. Ndërsa kreu i opozitës Sali Berisha shpreh se paralajmërimi i ambasadës amerikane nuk është pa bazë. Ai tha se qeveria duhet të kërkojë ndihmën e NATO-s për ruajtjen e hapësirës ajrore, ndërsa institucionet shqiptare duhet të garantojnë rendin në vend. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se njoftimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara nuk është pa bazë, ndaj ai bëri thirrje qeverisë të kërkojë mbrojtje ajrore nga NATO dhe të marrë masa për të garantuar rendin dhe sigurinë në vend. Unë i bëj thirrje Aleanca Atlantikut Veriut, ashtu siç po mbron Turqinë, ashtu të na garantoj mbrojtjen kundër ajrore nga aktet e tyre, kurse për aktet të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Nuk lëshohet një paralajmërim pa një bazë. Kjo është e sigurt. I pyetur nëse presidenti i Republikës duhet të thrasë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ai nuk i kurseu batutat. Ku është ai? Po pse Haramit mblidhet? Haram Begaj. Çka të bëjmë me sigurinë ai? Po lër mos bësh shaka. Këto deklarata kreu i opozitës i bëri pas një ceremonie të mbajtur në Shkodër në kujtim të 4 dëshmorëve të 2 prillit 1991. Në fjalën e tij Berisha komentoi edhe takimin e kryeministrit Rama me studentët. Sot në një akt cinik kishte zgjedhur 2 prillin për të takuar student. Çfarë u tha? Studentëve Edi Rama u tha se
Shqipëria nuk ka korrupsion dhe se korrupsioni është perceptim. Sarajet e Surrelit o kry hajdut, me themele 720 metra të gjata, me materiale nga më të kushtueshme që ekzistojnë, janë perceptim apo vjedhje. Bëri akuzat të shumta ndaj kryeministrit Rama, ndërsa ftoi qytetarët që kujtimi 2 prillit i frymëzoi sërish për të rrëzuar diktaturën e sotme. Edi Rama, i cili shembullin më të zi të baballarëve të vet, ka përqendruar çdo pushtet në duart e tij. Përdor pushtetin për të pasuruar, për të legjitimuar vjedhjen, plaçkitin e shqiptarëve, për të shtruar votën në një farsë të shëmtuar. Në një protestë kundër regjimit komunist në Shkodër, 35 vite më parë u vranë Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu dhe Besnik Ceka. Eci më tej me zhvillimet nga bota, Donald Trump tha në një fjalim televiziv se ushtria amerikane pothuajse i kishte arritur qëllimet e saj në Iran, por shtoi se 2-3 javët e ardhshme do të sulmonin fort. Deklaratat kontradiktore të presidentit kanë vënë tregjet ndërkombëtare në pasiguri, duke sjellur hatje të çmimeve të naftës nga dita në ditë. Presidenti Donald Trump ju drejtua kombit amerikan me një fjalim për luftën ndaj Iranit të mërkurën në mbrëmje. Megjithse pritshmëritë ishin shumë të larta për ndonjë vendim të rëndësishëm, Trump përsëriti se SBA-t kanë shkatëruar marinën, forcën ajrore të Iranit dhe kanë paralizuar programet e raketave balistike dhe bërthamore. Për shkak të veprimeve që kemi ndërmarrë, jemi në prag të përfundimit të kërcënimit të kopshëm të Iranit ndaj Amerikës. Mund të them sonte se jemi në rrugën e dur për të përfunduar të gjitha objektivat ushtarake të Amerikës së shpejti, shumë shpejt. Teksa përballet me mbështetje popullore në rënje, presion nga kundërshtarët politik dhe aleatët, Trump nuk pranoi të paraqiste një plan konkret për të përfunduar luftën, por theksoi se sulmet do të intensifikohen. Do t'i godasim jashtëzakonisht fort gjatë 2-3 javëve të ardhshme. Do t'i kthejmë në epokën e gurit, aty ku u takon. Kreu i Shtëpisë së Bardhë nuk dha një qëndrim të prerë as për çështjen e Hormuzit. Kur ky konflikt mbarojë, ngushtica do të hapet natyrshëm, thjesht do të hapet natyrshëm. Ata do duan të jenë në gjendje të shesin naftë. Menjëherë pas fjalimit të Trump me asnjë zgjidhje konkrete, çmimet e naftës u rritën ndjeshëm dhe aksionet ranë. Nafta e papërpunuar Brent, pika referuese globale për naftën, u rrit me mbi 6% këtë mëngjes në $107 për fuqi. Pavarësisht deklaratave të një dite më parë, Trump nuk përmendi në fjalimin e tij një marrëveshje të mundshme me Iranin, marrëdhënien e Shtetit të Bashkuara me NATO dhe çfarë do të ndodhë me trupat tokësor që janë dërguar në lindjen e mesme. Ndërkohë, agjensitë ndërkombëtare vërejnë se deklaratat e presidentit amerikan për t'u tërhequr nga NATO e kanë vendosur aleancën përballë momentit më të vështirë të saj që prej largimit, por a mundet Donald Trump të tërheqë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të njanshme nga ky organizëm? Ndjekim kronikën. Agjencia e lajmeve Reuters vëren se NATO po përballet me krizën ndoshta më të thellë të historisë së tij 77 vjeçare, pasi presidenti amerikan dhe ekipi i tij deklaruan të rishqyrtojnë antarësimin aleancë sapo të përfundojë lufta me Iranin. Trump ka qenë prej kohësh kritik ndaj aleancës dhe ka kërkuar rritje të ndjeshme të shpenzimeve për mbrojtje nga vendet anëtare, por krizja e fundit lidhet me konfliktin në lindjen e mesme, ku disa aleatë europian kanë refuzuar përfshirjen dhe përdorimin e bazave të tyre. Një ditë më parë, presidenti amerikan e quajti aleancën një tigër prej letre dhe tha se po mendonte shumë seriozisht tërheqjen, gjë që sipas Reuters do të kishte pasoja të mëdha për sigurinë globale dhe vetë aleancën. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse një vendim i tillë mund të merret në mënyrë të njëanshme pa miratimin e Kongresit. Kushtetuta amerikane nuk e përcakton qartë tërheqjen nga traktatet, ndërsa NATO lejon largimin me një njoftim një-vjeçar. Deri më sot nuk ka një precedent të tillë, pasi një antar i NATO-s nuk ka hequr dorë nga antarësimi i tij. Komentet e Trump erdhën vetëm disa orë pasi sekretari i tij mbrojtjes Pete Hegseth refuzoi të riafirmonte angazhimin e SBA-s ndaj mbrojtjes kolektive të NATO-s. Një ekspert i tha Reuters se në këtë rast vullneti politik është më i rëndësishëm se ligjet. Një takim i planifikuar i shefit të NATO-s Mark Rutte me kreun e Shtëpisë së Bardhë në Washington javën e ardhshme pritet të japë më shumë qartësi dhe të zbusë tensionet brenda aleancës. Ekonomia shqiptare vijon rritje në fillim të vitit, por Banka e Shqipërisë vëren se rreziqet nga jashtë, sidomos lufta dhe çmimi i naftës mbeten kërcënimi kryesor. Banka Qendrore shprehet se në bazë të zhvillimeve do të ndërhyjë edhe në normën bazë të interesit.
Ekonomia shqiptare ka hyrë në vitin 2026 me një ritëm pozitiv zhvillimi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë rritje të punësimit dhe pagave, stabilitet të çmimeve dhe ulje të borxhit publik. Ky kombinim ka mbështetur konsumin dhe investimet, ndërsa financimi në ekonomi mbetet i lirë dhe me likuiditet të bollshëm. Tensionet gjeopolitike dhe konflikti ushtarak në lindjen e mesme kanë implikime serioze në rast se do të përshkallëzohen për ekonominë shqiptare në të ardhmen. Do të ketë presion për rritje të çmimeve edhe për frenim të ritmit të rritjes ekonomike. Megjithatë, panorama nuk është pa rreziqe. Konfliktet në lindjen e mesme dhe pasiguria globale po krijojnë një goditje të mundshme të ofertës së ngjashme me efektet që solli lufta në Ukrainë. Kjo do të thotë më shumë presion mbi inflacionin dhe më pak hapësirë për rritje ekonomike. Pesha direkte e naftës në shportën e konsumit familjar aktualisht është rreth nivelit 3.5%. Megjithatë, deri tani kemi një rritje të çmimit naftës në tregjen ndërkombëtare në nivelin 35-40%, rritje e cila nëse do të vazhdojë për vitin 2026, natyrisht do të ketë ndikimin e saj në inflacion dhe në aktivitetin ekonomik. Në këtë situatë, Banka e Shqipërisë ka parashikuar që vendimarrja e radhës për normën e interesit të jetë në maj, ndërsa prilli do të shërbejë për të lexuar më qartë zhvillimet në tregjet ndërkombëtare. Ne flasim tani për disa ndryshime ligjore të cilat pritet të jenë në dobi të qytetarëve, pasi do t'u japin mundësinë atyre të kërkojnë dëmshpërblim nga shteti për problemet shëndetësore të shkaktuara pikërisht nga ndotja e ajrit. Drafti parashikon shtrirje të monitorimit jo vetëm në qytete të mëdha dhe përcaktimin e shkaqeve të ndotjes. Qytetarët do të kenë të drejtë të kërkojnë kompensim nga shteti për problemet shëndetësore të shkaktuara nga ndotja e ajrit. Ky është një prej ndryshimeve të bëra në ligjin për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, të hedhur për konsultim publik. Për herë të parë njeh të drejtën ligjore të qytetarëve për kompensim kur autoritetet shkelin me dashje ose nga pakujdesia rregullat e mbrojtjes së ajrit dhe kjo shkakton dëme shëndetësore. Rregullat procedurale do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Sipas relacionit, ligji aktual paraqet boshllëqe dhe mangësi në lidhje me monitorimin e cilësisë së ajrit, përcaktimin e metodologjive dhe zbatimin e masave në rastet e tejkalimit të niveleve të përcaktuara të ndotësve. Edhe pse ajri në disa qytete është 10 herë më i ndotur se normat e lejuara nga OBSH, deri tani stacionet e monitorimit dhe kryesisht në Tiranë ishin të lidhura vetëm me ndotjen nga trafiku. Aktualisht monitorimi i cilësisë së ajrit mbetet i përqendruar kryesisht në Tiranë me stacione që matin kryesisht PM10, PM2.5 dhe dioksidin e azotit të lidhura me trafikun. Direktiva e re kërkon supersite, shton listën e ndotsve si dhe përcakton një mbulim gjeografik më të gjerë nga ku përveç zonave urbane përfshin edhe ato me sfond rural. Aktualisht Shqipëria ka një rrjet prej 59 stacionesh për monitorimin e ajrit urban, por monitorimi është kryer vetëm me 9 prej tyre, të përqendruara kryesisht në kryeqytet. Tirana është një nga qytetet me ajrin më të ndotur në Shqipëri. Sipas monitorimeve të kryera nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, por edhe agjenci të tjera mjedisore, ajri në kryeqytet rezulton 12 herë më i ndotur se normat e lejuara nga OBSH. Sipas specialistëve, thithja e ajrit të ndotur për një periudhë të gjatë kohore shton rrezikun e sëmundjeve të frymarrjes, ndaj autoritetet lokale duhet të marrin masa për trafikun dhe shtimin e gjelbërimit. Shtatëdhjetë vjeçari që u gjeti pa jetë në banesën e tij në fshatin Bullgarec të Korçës, dyshohet se është vrarë, i moshuari që jetonte i vetëm, kishte shenja dhune në trup dhe goditje në pjesën e kokës. Kjo është banesa në fshatin Bullgarec të Korçës ku u gjeti pa jetë 78 vjeçari Gëzim Vija. Hetuesit kanë dyshime se ai është vrarë duke u goditur me sende të forta. Ka kthyer paraprakje e ekspertëve kriminalist, u vërejtën shenja dhune në pjesën e kokës, që dyshohet se i shkaktuan edhe vdekjen e menjëhershme e viktimës që jetonte i vetëm. Ishin banor të zonës që njoftuan policinë pas dyshimeve se 78 vjeçarit mund t'i kishte ndodhur diçka. Një prej fëmijëve të Gëzim Vijës tha për mediat se viktima ishte një njerëz shumë i mirë dhe që nga sa ai kishte informacion, nuk kishte konflikte me njerëj. Shumë mirë dhe djemtë si familje shumë njerëz të mirë. A ka pasur probleme me njeri? Jo. Konflikte? Gjallë në botë. Ju kishit hyrje dalje? Kishim pësim. Policia njofton se po verifikon të dhënat e deri tanishme për të zbuluar dinamikën e ngjarjes, teksa janë shoqëruar disa persona mes të cilëve edhe familjar të 78 vjeçarit. I moshuari mësohet se ishte i divorcuar dhe jetonte i vetëm në banesë prej 25 vitesh. Ai kishte 4 fëmijë ku 2 prej tyre jetojnë në Korçë, ndërsa 2 të tjerë jashtë vendit.
Një 31 vjeçar i identifikuar si Eduard Kosolla është arrestuar nga forcat operacionale në zonën e Freskut në kryeqytet pasi ishte shpallur në kërkim për një tentativë vrasje të regjistruar në janar të këtij viti në Shkodër. Uniformat blu arrestuan edhe 27 vjeçarin Elvis Koçeku që e shoqëronte në momentin e ndalimit, i cili akuzohet për përkraje të autorit. Krahas prangrosjes së tyre, policia sekuestroi dhe makinën tip Audi me të cilën lëviznin 2 të rinjt. Zhvendosemi në Kosovë pasi pavarësisht se kryeministri Albin Kurti shprehet i gatshëm për bashkëpunim për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, nuk ka ende ndonjë iniciativë konkrete nga ana e tij. Opozita e akuzon për zvarritje të qëllimshme të procesit. Derisa po rrjedha fati kushtetues, ende asnjë takim për të diskutuar për çështjen e presidentit. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar ftesë për takim me krerët e partive politike parlamentare opozitare pasi të konsultohet me partinë. Por në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës, ai foli edhe për këtë temë. Tha se dekreti i presidentes ishte në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një president që të synon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj mos ftesat e Kurtit për opozitën i ndërlidh me përfundimin e mandatit të presidentes Osmani. Ata po preshin se kanë planin kohor, njëherë me marrë detyrën zonë Agje, e pastaj me fillu ndonjë bisedë. Të shtunën do të jetë dita e fundit e Vjosa Osmanit në postin e presidentes. Ushtruese e detyrës pritet të jetë kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu. Në vigjilje të kremtimit të Pashkëve Katolike, Arqipeshvi Dioqezës Tiranë-Durrës, Simzot Arjan Dodaj ftoi të gjithë besimtarët të bëjnë pjesë në udhën e kryqit që do të mbahet ditën e premte në sheshin Nën Tereza. Në vigjilje të Pashkës Katolike që mira besimtarë në të gjithë botën e kremtojnë këtë të diel, Imzot Arjan Dodaj nëpërmjet një video mesazhi shpreh se kjo është një periudhë ku vepra e dashurisë duhet të mund ligësinë. Tashmë jemi pranë Pashkëve, festa më sublime, më e shenjtë, e ku na fton dhe neve të bëjmë kështu për njëri tjetrin, sepse është vepra e dashurisë që mund krejt ligësinë e kësaj bote. Ligësinë që e shohim sunduese veçanërisht në një periudhë shumë të trazuar, lufte, konflikti, ku sprovën më të madhe më pas e vuajnë ata që janë më të varfër, më të brisht. Imzot Arjan Dodaj ka edhe një ftesë për të gjithë besimtarët që të bashkohen për të premten e madhe në udhën e kryqit që mbahet në sheshin Nën Tereza. Si Papa do mblidhet në Kolose me shumë besimtarë, e shumë vëllezër e motra të tjerë do mblidhen anë mban botës, të përjetojmë misterin e vujtjes së Zotit, sepse krenar për kryqin që ka mundur vdekjen, ka mundur mëkatin. E kështu së bashku, të shënuar nga kryqi, jemi të shënuar me qelsin e jetës për të përjetuar dhe Pashkët. Nisi me sukses misioni hapësinor i NASA-s që do të çojë rreth Hënës dhe do të kthejë mbrapsht 4 astronaut nëse çdo gjë shkon sipas planit. Misioni Artemis 2 do të përmbyllet brenda 10 ditësh. 4 astronautë nisën nga Florida të Mërkurën në misionin Artemis 2 të NASA-s, një udhëtim drejt Hënës që shkon në hapin më të guximshëm të SHBA-ve deri më tani drejt kthimit të njerëzve në sipërfaqen hënore. Raketa Space Launch System e NASA-s e pajisur me kapsulën e ekuipazhit Orion u nis pak para perëndimit të diellit në qendrën hapësinore Kennedy, duke dërguar ekuipazhin e saj të parë 3 astronautë amerikanë dhe 1 kanadez në orbitën e Tokës. Ky mision pritet të jetë një piknisje për misionet e ardhshme që do të përfshijnë ndërtimin e një baze në Hënë, e cila më pas do të përdorej për të tjera misione ambicioze rreth Marsit. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, ekuipazhi do të fluturojë rreth Hënës dhe do të kthehen në një ekspedit pothuajse
se 10 ditore duke testuar në maksimum anijen hapësinore dhe duke shkuar më thellë në hapësirë se kurrë më parë. Ky mision është fluturimi i parë testues me ekuipazh në programin Artemis, pasardhësin e projektit Apollo të epokës së luftës së ftohtë të NASA-s dhe misioni i parë në botë që dërgon astronaut në afërsi të hënës jashtë orbitës së Tokës pas 53 vjetësh. Persona që rreth 406 kilometra në hapësirë, distanca më e madhe që kanë udhëtuar ndonjëherë njerëzit. E kthyer tashmë në traditë duke nisur nga dita e nesërme QTU vjen me Shopping Fest, festivali blerjeve me ulje drastike të çmimeve. Një event shumë popullor që bëhet në mbar botën ka ardhur për herë të parë në vendin ton nga QTU, qendra e parë e shqiptarëve. E kthyer në një traditë, Shopping Fest merr vëmendjen e të gjithë shqiptarëve anë mban vendit, sepse Shopping Fest ofron gjithçka për çdo. Blem goxha rroba edhe për verë dhe për dimër, të gjitha janë me ulje. Edhe vi më shumë me shoqërinë. Ka shumë oferta, është më mirë për ne sepse nuk shpenzojmë shumë. Me thënë të drejtën, mezi po pres që të filloj Shopping Fest. E kam parë në Instagram që do të filloj nesër dhe ka super ulje. Jo vetëm ulje të mëdha në dyqanet e qendrës, por edhe aktivitete të ndryshme. Këtë herë Shopping Fest ka rezervuar shumë të papritura, ku gjatë 4 ditëve blerësi do të surprizohen me dhurata. Ata që do të kenë në dorë çantat dhe faturat e blerjeve do të mund të jenë fatlumët për të dyfishuar blerjet e tyre. Kjo gjë do të ndodhë surprizë gjatë ditëve të Shopping Fest. Gjithashtu, për të apasionuarit e trendeve të reja e ngjyrave, do të mund të gjejnë veten të reflektuar në pasarelën e modës që do të zhvillohet ditën e diel. Ndërsa ata që duan të ndryshojnë lukun e tyre me ngjyrat e make-upit dhe trendeve më të fundit, të shtunën do të mund të marrin pjesë falas në një masterclass me një nga emrat më të mëdhenj të kësaj fushë në Shqipëri. Shopping Fest fillon nga nesër dhe zgjat deri në datën 6 prill, ndaj ky është një rast i mirë për të blerë më shumë duke shpenzuar më pak. QTU është pjesë e grupit Balfin. E këtu kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, miru takofshim.